Rrugët e rrethit të Pukës rënditën ndër rrugët e rrezikshme mbi të cilat qarkullimi duhet të bëhet me mjaft kujdes, pasi në raste rreziku pasojat parashikohen si fatale. Raportet teknike të Drejtorisë Rajonale të Rrugëve dhe ato të Policisë së Qarkullimit Rrugor flasin për rrugë jashtë kushteve të duhura, ndërsa për secilën prej akseve nacionale të rrethit të Pukës ka pika mjaft të rrezikshme ku duhet treguar mjaft kujdes. Rrugët problematike të rrethit të Pukës si kurëson segmenti rrugor kryqëzimi Hadroj-Gjegjan Mirdit, ku në të gjithë gjatësinë e rrugës ka rrëshqitje të vazhdueshme nga skrapatat sipër rrugës, ndërkohë që me rrezikshmëri teje të lartë mbetet shembja në afërsi të tunelit të Gjegjanit. Rrëshqitjet e skrapatave, por edhe të trupit të rrugës vijojnë të mbeten problem edhe në Breg, Lumzi, Shkoze e Qafbën. Trasea e rrugës në 70% të gjatësisë së saj është e dëmtuar, ndërkohë që mungon plotësisht sinjalistika rrugore dhe pritësit metalik, që e bëjnë këtë rrugë mjaft të rrezikshme. Segmenti rrugor Qafmali-Fjerz është një tjetër rrugë problematike, ku në të gjithë gjatësinë e saj, gjerësia e rrugës është vetëm 5 metër, ndërkohë që mungojnë pritësit metalik në të gjithë rrugën, duke bërë të rrezikshme këtë arterie rrugore, e cila karakterizohet nga rrëshqitjet e vazhdueshme të skrapatave dhe të trupit të rrugës. Rrëshqitjet më problematike vrehen në shkëmbin e Dardhës dhe Arst Miliska. Edhe në segmentin Qafmali-Qafshllak ka mungesë të mureve pritëse, çfarë bën që inertet nga skrapatat të mbulojnë trasenë e rrugës, ndërkohë që ka dhe rrëshqitje të trupit të rrugës. Tejet problematike situata paraqitet edhe në segmentin rrugor Puk-Fusharrës, ku 2 kilometër të kësaj rrugë në rape janë në masën 100% të amortizuara, ndërkohë që rrëshqitjet e trupit të rrugës në disa pjesë të këtij aksi janë një tjetër rrezik për udhëtarët. Tejet problematike situata paraqitet në urën e rapës e cila po shkon çdo ditë drejt shëmbjes. Muret në të dy anët e rrugës kanë pësuar dëmtime të rënda, ndërkohë që dëmtimet kanë arritur në limit edhe në këmbët e kësaj ure. Ndërkohë që si për urës nuk ka asnjë tabelë sinjalizuese për rrezikun që u kanosët udhëtarëve teksa qarkullojnë mbi të. Segmenti rrugor Qafqel-Puk aktualisht rënditet si rruga më e mirë e rrethit, por që edhe në këtë pjesë të rrugës ka disa nevoja imediate, kryesisht në disa ura. Në të gjitha rrugët e rrethit të Pukës mungon sinjalistika rrugore, qoftë ajo horizontale dhe vertikale, ndërkohë që për të gjithë mangësitë e konstatuara janë përgatitur projekte për ndërhyrje, ndërkohë që askush nuk ka ndërhyrë deri tani.